për shkak se ndonjëherë përjetimet e mia janë të ndryshme, ndonjëherë ka gëzim, ndonjëherë ka hare, ndonjëherë trazim, ndonjëherë te pikturat e mia kemi shpërthim ndjenjash, të cilat, siç e thash pak më herët në ekspozit, ngjyra luan rolin kryesor në veprat e mia dhe tekstura dhe struktura të cilat gradualisht ja japin formën peizazhit apo përjetimeve të mia në këto vepra. Unë nuk e bëj peizazhin ashtu në aspektin vizual, si duket, por më shumë si përjetim. Mjafton unë ndonjë përjetim që ka patë, ndonjë atmosferë ose ndonjë emocion, edhe atë emocion, atë kujtim e shpreh nëpërmjet peizazhit. Pra më shumë është kjo subjektive, e brendshme. Nuk është një peizazh real, por është më shumë peizazh themi imagjinativ, e kisha thënë. Megjithse te veprat e mia ka një kombinim edhe të realis edhe të imagjinatës, edhe objektive edhe subjektive. Njerë kam pat një ekspozit me vizatime, mandej kam pat ekspozit me grafika, dhe kësaj radhe kam ekspozit me piktura, kështu që desha dhe unë t'i preki të gjitha degët e artit, si pikturën, si grafikën dhe vizatimin. Prandaj nuk i kisha veçu, por është e vërtet se për gjitha këto themi degët e artit, për me qenë i suksesshëm, duhet me patë vizatimin. Domethënë duhet me vizatu dhe me qenë vizatues i mirë, si më thënë. Isha shumë i befasuar nga numri i ardashëve sonte, nga miq, nga shok, nga profesor, koleg, edhe jam shumë i kënaqur për shkak se kishte shumë interes nga shokët, nga profesor, nga koleg, në atë kuptimin interes se kjo pikturë më pëlqen, ta kesh parasysh, ta bisedojmë nesër se a do përshtatet për interierin tim, dhe më thonë, unë jam shumë i befasuar edhe nga numri, por jo vetëm nga numri, por edhe nga dëshira, për pikturën, dhe më thonë, aje ka gjetë vetë në ndonjë pikturë time, edhe se ndoshta ndonjëri prej atyre mund ta ketë në dhomën e vetë në të ardhmen, edhe pyetja ishte se a do mund ta çoj jashtë, dhe më thonë, qytetet tjera, por shpresoj ta shëtis këtë ekspozit, edhe qytetet tjera, por pse jo edhe jashtë.